Banka Qendrore e Serbisë ka ulur parashikimin për rritjen ekonomike të vendit për vitin 2026 dhe 2027 për shkak të përshkallëzimit të mëtejshëm të tensioneve gjeopolitike pas shpërthimit të luftës në lindjen e mesme. Pas një zgjerimi prej rreth 2% në vitin 2025, ekonomia e Serbisë pritet të rritet me 3% në 2026, 0.5 pikë më poshtë se parashikimi i shkurtit i Bankës Qendrore. Rritja ekonomike në 2027 tani parashikohet të jetë 4.5%, gjithashtu 0.5 pikë më e ulët krahasuar me parashikimin e bërë në shkurt. Në periudha fatmesme, Banka Qendrore pret që ekonomia e Serbisë të rritet me një ritëm të qëndrueshëm, përgjithsisht në përputhje me potencialin e saj prej rreth 3.5% në vit. Rritja ekonomike e parashikuar do të nxitet nga kërkesa e brendshme, me kontribute si nga konsumi ashtu dhe nga investimet fikse, e mbështetur nga të ardhurat më të larta të disponueshme dhe zbatimi i projekteve të infrastrukturës. Në vitin 2026 importet parashikohet të rriten më shpejt se eksportet, për shkak të kërkesës së jashtme ende të ulët dhe rritjes së konsumit dhe aktivitetit të investimeve, duke rezultuar në një kontribut negativ për eksportet neto. Në të kundërt, në vitin 2027 eksportet neto pritet të japin një kontribut pozitiv në rritjen ekonomike, kryesisht për shkak të një rritje të eksporteve të shërbimeve të lidhura me organizimin e ekspozitës së specializuar Expo. Në të njëjtën kohë, Banka Qendrore vlerëson inflacionin mesatar vjetor në 3.6% në 2026 dhe 4.4% në 2027, me rritjen e ndjeshme të çmimeve globale të naftës si faktorin kryesor për projeksionin e rishikuar të inflacionit. Banka Qendrore pret që inflacioni vjetor të mbetet brenda intervalit të synuar 1.5 deri 4.5% në tremujorin e dytë dhe të tretë të vitit 2026. Në tremujorin e parë të këtij viti, prodhimi brendshëm bruto i Serbisë u rrit me 3% në bazë vjetore, duke u përshpejtuar nga një zgjerim prej 2.2% në tremujorin e fundit të vitit të kaluar.